Në lajme do të ndiqni nga sot mbi 762.000 pensionistë mund të tërheqin bonusin e fundvitit prej 15.000 ose 10.000 lekësh në varësi të kategorisë. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar pagat indikative në sektorin e ndërtimit me qëllim luftën ndaj informalitetit. Shqiptarët vazhdojnë të preferojnë shtëpitë private me rreth 64% të popullsisë, një nga përqindjet më të larta në Evropë. Operatori i sistemit të shpërndarjes planifikon të investojë në 5 vite mbi 48 miliard lekë për rritjen e sigurisë së furnizimit dhe uljen e humbjeve në rrjet. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirëseardhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Nga sot, mbi 762.000 pensionistë mund të tërheqin bonusin e fundvitit prej 15.000 ose 10.000 lekësh në varësi kjo të kategorisë. Ata që e kanë të pamundur gjatë këtij muaji, afati për tërheqje është deri më 30 qershor 2026. Ka nisur shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët. Shpërblimi me rastin e festave të fundvitit do të jepet sipas dy fashave, një lloj si në 2024, ku ata me pension deri në 20.000 lekë të reja do të marrin 15.000 lekë, ndërsa të moshuarit me pension mujor mbi 20.000 lekë do të përfitojnë një bonus më të ulët, vetëm 10.000 lekë të reja. Po sa të kënaqur janë pensionistët me këtë bonus? Falenderojmë të gjithë që na dha mundësia, hajde të gëzojmë dhe ne si moshe tretë që jemi. Marrim mishën e gjelit detit. Për ata do të shfrytëzojmë bonusin. Ta ngrenin qik më shumë, po unë për vefte kam qenë minatore dhe kam qik të lartë, po gruaja 200.000 lekë merë. Në disa pika të postës ka pasur mungesë të parave për shkak të fluksit të madh dhe mbylljes së bankave si ditë pushimi. Kategoritë të tjera që përfitojnë bonusin prej 15.000 lekësh janë personat që marrin pension invaliditeti, familjar, social, trajtime të veçanta financiare si minatori, industri ushtarake, veteran, pensionet të parakoshme për vjetërsi shërbimi, ndërsa bonusin për 10.000 lekësh e përfitojnë gati 222.000 persona. Duke nisur nga janari vitit 2026, për të indeksimit vjetor që zbatohet rregullisht, do të ketë edhe rritje mujore të pensioneve, duke arritur në 20.000 lekë për pensionet të plota urbane dhe në 18.000 lekë për pensionet të plota rurale. Shumë mirë, po sa të mbahet, pa jo dha fersa që mira që e gëzuar, shtresa me përbuzur. Ne pensionistët kemi punuar një jetë të tërë. Unë jam 82 vjetë, nuk e një plazh. Këtë mundësi do më thonë të ashtojmë gjithmonë, do të ishte shumë mirë, po ne jemi me kom në tokë dhe e dim që është e vështirë do më thonë për pensionet. Pse? Sepse e dim nga burojnë pensionet, vinë nga kontributet e taksa paguzëve të tjerë. Dhe kjo është e vështirë dhe bile edhe më e vështirë do tjetë, sepse punësimi në Shqipëri dihet se si është, qoftë sektoris shtetëror, qoftë edhe ai privat. Bonusi i fundvitit mund të tërhiqet gjatë gjithë muajit dhjetor, ndërsa për ata që e kanë të pamundur gjatë kësaj periudhe, afati për tërheqje është deri më 30 qershor 2026. Gjatë këtij viti u dha për herë të parë edhe një bonus pranvere në nivelin 10.000 lekë për pensionet deri në 20.000 lekë dhe 5.000 lekë për pensionet mbi 20.000 lekë. Deri në fund të vitit 2029, pensioni plot urban do të arrijë 40.000 lekë, pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lekë, ai rural dhe familjar 18.000 lekë, ndërsa pensioni invaliditeti do të shkojë 30.000 lekë nga 20.000 lekë që është aktualisht. Që pas pandemisë, tregtia online në Shqipëri ka njohur rritje të ndjeshme ku 37.52% e popullsisë kanë kryer blerje online në vitin 2024, ndërsa xhiroja nga shitjet online në 2025 arriti në 10.1%. Që pas periudhës së pandemisë, blerjet dhe tregtia online nisën të fitonin gjithnjë më shumë terren në shumë vende të botës, veçanërisht në Shqipëri, duke bërë që kjo formë e blerjes të njohë një zhvillim të konsiderueshëm edhe nga konsumatorët shqiptar. Po sa përqind e popullsisë nga mosha 18 deri në 74 vjeç e përdor realisht këtë mënyrë blerjeje. Sipas të dhënave të Eurostat për vitin 2024, 37.52% e popullsisë shqiptare kanë kryer blerje online. Ndërkohë shifrat e Instat tregojnë se gjatë vitit 2025, vlera e xhiros realizuar nga shitjet online arriti në 10.1%,
duke pësuar një rritje prej 0.6%. Peshën më të madhe të xhiros së ndërmarrjeve që veprojnë në fushën e tregtisë me shumicë dhe pakicë, me 46.1%, të ndjekura nga aktivitetet e informacionit dhe komunikimit, me 16.5%. Gjithashtu një pjesë e rëndësishme e blerjeve online vijnë edhe nga aplikacionet të huaja si Amazon, AliExpress apo së fundmi Temu. Megjithatë, edhe pse Shqipëria ka shënuar një përmirësim të ndjeshëm në tregtinë online, sërish nuk e ka përvetësuar këtë formë blerjeje në të njëjtën nivel me vendet dhe rajonet e tjera të Europës. Ku rreth 50 deri në 60% e popullsisë janë blerës të rregull online të mallrave dhe shërbimeve. Në vitin 2024 u regjistruan 23 rajone të Bashkimit Evropian, ku të paktën 80% e popullsisë së moshës 18 deri në 74 vjeç porositi mallra ose shërbime përmes internetit. Prafërsisht gjysma e këtyre rajoneve ndodheshin në Holand, ndërsa pjesa tjetër në Danimark, Irland, Suedi dhe në rajonet e kryeqytetit çek, Prag. Rajoni qendror holandez i Utrechtit shënoi përqindjen më të lartë të personave që porosisnin online, me 91.5%, ndjekur nga rajoni fqin i Flevolandit me 89.5% dhe nga rajoni veri perëndimor i Irlandës me 88.3%. Nga ana tjetër, në 21 rajone të BE-s, më pak se 40% e popullsisë porositi mallra ose shërbime përmes internetit. Shumica e këtyre rajoneve ndodhen në Europën lindore dhe jugore, duke përfshirë Rumaninë, Bullgarinë dhe Italinë jugore. Në këtë sfond europian, Shqipëria ndodhet mes vendeve që po ecin përpara në digitalizimin e tregtisë, por që ende kanë potencial të madh për të afruar me standardet e tregsheve më të zhvilluara online. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka publikuar pagat referuese në sektorin e ndërtimit me qëllim luftën ndaj informalitetit. Çdo biznes që deklaron paga më të ulta se minimumi i vendosur nga administrata tatimore do të bëhet subjekt i kontrolleve të thelluara. Bizneset në sektorin e ndërtimit që i paguajnë punonjësit më pak se paga indikative e përcaktuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, do të nënshtrohen një kontrolli më të thelluar tatimor në kuadër të luftimit të informalitetit. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka dalë me një njoftim zyrtar, ku informon të gjithë tatimpaguesit e sektorit të ndërtimit se në kuadër të zbatimit të planit sektorial të ndërtimit dhe rritjes së pagave për sigurimet shoqërore në funksion të rritjes së pensioneve, administrata tatimore do të analizoj pagat e punonjësve të deklaruar në listë pagesa. Gjithashtu, nën lub do t'jenë edhe subjektet kur ndryshimi i profesionit përdoret për të ulur artificialisht nivelin e pagës, për vlerësimin e riskut të tatimpaguesve që shmangin pagesën reale të pagave të punonjësve. Analiza do të ketë si element krahasues pagat indikative të profesioneve në sektorin e ndërtimit. Në listën e publikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve jepen pagat indikative për profesione si administrator, menaxher, arkitekt, inxhinier, elektricist, murator, suvatues, shtrues pllakash, sanitar, shofer kamioni, operator vinçi e të tjerë. Paga me ullët është 60.000 lekë për sanitarin dhe varion deri në 85.000 lekë për bojaxhiun, magazinierin, 95.000 lekë për elektricistin, hidraulikun, 90.000 lekë për muratorin, suvatuesin, shtruesin e pllakave, 100.000 lekë për teknikun e ndërtimit, shoferin e kamionit, 115.000 lekë për inxhinierin, 140.000 lekë për administratorin, drejtorin, menaxherin, deri në 160.000 lekë për operatorin e vinçit. Çdo tatimpagues që pagën e punonjësit të tij të deklaruar për profesionet e sipërpërmendura ose të ngjashme me to, do ta ketë nën nivelin e pagës indikative, do të konsiderohet me risk dhe do të bëhet objekt i verifikimeve të thelluara. Pra, nëse një murator paguhet më pak se 90.000 lekë në muaj nga një biznes që ushtron aktivitet në fushën e ndërtimit, ky biznes ka risk më të lartë për penalitete. Nga ana tjetër, të gjitha subjektet që operojnë në strukturat e sektorit të turizmit, të cilat kanë marrë gjoba që nga 13 maj i këtij viti e deri më tani, do të falen. Nga kjo mas përjashtohen ato subjekte që janë gjobitur për më shumë se një herë. Autoritetet e inspektimit në sektorin e turizmit njoftuan një mas të re që synon të falë gjobat për subjektet që janë gjobitur për herë të parë. Kjo iniciativë vjen si pjesë e reformës për të lehtësuar barrën për bizneset e turizmit dhe për të krijuar një sistem më të drejtë dhe të qartë inspektimesh. Nga falja përjashtohen vetëm ato subjekte që janë gjobitur më shumë se një herë, duke garantuar që masa të ndikojë vetëm tek rastet e para të shkeljeve. Nga data 13 maj edhe deri sot kush ka marrë inspektive dhe ka marrë gjoba nga inspektorët në kundërshtim me udhëzimeve dhëna nga ana ime,
rrini të qetë se janë gjitha gjoba të palishme për inspektimet. Do shqyrtojnë nëse janë për herë të parë. Do më thënë, nëse mas datës 13 maj që ka ju ligji i ri për inspektimet, inspektimi është hera e parë, se nëse ju kanë ardhur për herë dytë e gëzofshi gjobën, ndoshta edhe sekuestrimin e produktit, ndoshta edhe pezullimin e aktivitetit, që ti themi gjëra si që janë. Nëse kanë ardhur për herë të parë në inspektim, kur unë kam djeni që është shumë pak, sepse kanë reaguar të gjithë inspektorët në zbatim të ligjit, që nuk kanë vërë gjoba, kanë lënë detyra, kanë lënë këshillim për t'i parë, aty ku kanë pas shkelje. Ndërkohë që aty ku s'kan pas shkelje, nuk kanë pas çdo detyra është lënë. Por kjo reformë do vazhdojë në funksion turizmit. Por përveç faljes së gjobave, autoritetet po krijojnë një inspektorat të veçantë për turizmin, që do të ketë kompetenca të gjera dhe do të mbikëqyrë respektimin e ligjit, por edhe menaxhimin e mjedisit dhe koordinimin me autoritetet shtetërore. Për të futur në thelb asaj pune që unë drejtoj deri më sot, ne do krijojmë një inspektorat vetëm për turizmin. Në Shqipëri parashikohet në ligj një inspektorat vetëm për turizmin, por me një qasje krejtësisht re. Jo inspektorat për turizmin për të qenë barë mbi turizmin, kur në krye të turizmit janë restorantet, hotelet, bujtinat edhe shërbimet për rreth tyre, por një inspektorat që tjetë xhandar, ruajtës, edhe autoriteteve shtetërore të cilët japin leje, duhet menaxhojnë mjedisin, duhet menaxhojnë plerat e kështu me radhë. Shqiptarët vazhdojnë të preferojnë shtëpit private me rreth 64% të popullsisë, një nga përqindjet më të larta në Evropë kjo. Ndërkohë, vendet e Bashkimit Evropian shfaqin një tablo më të balancuar, ku vetëm gjysma e popullsisë jeton në shtëpi dhe pjesa tjetër në apartamente. Shpërndarja e popullsisë sipas llojit të banimit ndryshon midis vendeve të BE-s. Ky treguar gjithashtu ndryshon ndjeshëm në varësi të faktit nëse jetoni në një qytet, periferi apo në një zonë rurale. Scanintel ka kryqëzuar të dhënat e Instat dhe Eurostat për të parë se si renditen shqiptarët mes vendeve të Europës. Rreth 464.000 banesa të banuar në Shqipëri janë shtëpi private dhe 261.000 janë pallate, nga një total prej rreth 726.000 banesash të banuara. Kjo do thotë se rreth 64% e shqiptarëve jetojnë në shtëpi private, ndërsa rreth 36% banojnë në pallate. Pra vendi vazhdon të ketë një profil të fortë banimi me ndërtesa individuale, ku shumica e familjeve jetojnë në hapësira të mëdha dhe më të ndara. Ky tregues e vendos Shqipërinë mes vendeve të Europës, të cilat kanë përqindjet më të larta të popullsisë që jetojnë në shtëpi private. Sipas të dhënave të Eurostat në BE në vitin 2024, rreth 51% e popullsisë jetonte në një shtëpi private, ndërsa 48% jetonin në apartamente dhe 1% jetonin në akomodime të tjera. Shtëpit janë më të zakonshme në 2/3 e vendeve të BE-s. Irlanda me 90% regjistroi pjesën më të lartë të popullsisë që jetonte në një shtëpi private, e ndjekur nga Holanda dhe Belgjika të dyja me 77%, si dhe Kroacia me 76%. Nga ana tjetër, përqindjet më të larta për apartamente të vunë re në Spanjë me 65%, Letoni me 64%, si dhe Maltë me 63%. Në qytete 73% e popullsisë së BE-s jetonte në apartamente dhe 27% në shtëpi private. Për periferitë e qyteteve, rreth 57% jetonin në shtëpi dhe 43% në apartament, ndërsa në zona rurale rreth 83% e popullsisë jetonte në shtëpi dhe vetëm 16% në apartamente. Theksojmë se të gjitha përqindjet për Shqipërinë janë llogaritur mbi banesat e banuara, pasi Instat nuk publikon të dhëna sipas numrit të personave që jetojnë në llojin e banesës, ndërkohë të dhënat e Eurostat janë si përqindje e popullsisë së përgjithshme. Bashkitë kanë ulur stokun e detyrimeve të prapambetura në 9 mujorin e parë të vitit, duke regjistruar një shifër prej 28 milion euro në fund të shtatorit. Rënja është afër 8 milion euro brenda 3 muajve. Bashkitë kanë treguar përgjegjësimë në uljen e detyrimeve të prapambetura ndaj qytetarëve dhe bizneseve. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se deri në shtator 2025, borxhet e mbartura të bashkive kundrejt kompanive që kryejnë punë publike, por edhe qytetarëve, regjistrohen në vlerën e 2.8 miliard lekëve apo 28 milion euro. Ajo që vjet re është se ka një tendencë të reduktimit të detyrimeve të prapambetura të pushtetit vendor, për afro 800 milion lekë apo 8 milion euro në raport me fundin e qershorit 2025 dhe po ashtu reduktim në krahasim me dhjetorin 2024, ku stoku regjistrohej në 33 milion euro. Detyrimi vendosur nga qeveria për shlyerjen e stokut, megjithse ka pasur ecuri pozitive në 2 vitet e fundit, sërish ka luhatit e herpashershme nga një 3 mujor në tjetrin. Edhe pse qëllimi është që stoku i detyrimeve të prapambetura të zerohet totalisht. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se nga totali i detyrimeve, rreth 10 milion euro janë borxhe të papaguara për investime publike, 5 milion euro për shërbime,
rreth 2.5 milion euro vendime të gjykatave dhe 7 milion euro shpenzime të tjera. Referuar listës, vlera e borxheve që kanë bashkitë nuk lidhet domosdoshmërisht me sipërfaqen e tyre apo numrin e popullsisë përveç Bashkisë së Tiranës. Konkretisht në vendin e parë renditet Bashkia Kavaj, e cila ka lënë pas Bashkinë Tiranë që kryesonte deri në qershor. Kavaja rezulton me një vlerë detyrimesh në rreth 7.2 milion euro. Më pas renditet Bashkia Pogradec me 2.6 milion euro borxhe, ndjekur nga Bashkia Tiranë me 2 milion euro. Më pas vjen Bashkia Dimal me 1.7 milion euro dhe Rogozhin me 1.6 milion euro, duke lënë radhën Vorës, Dibrës dhe Lezhës. Ndërsa në fund të listës së bashkive sa i takon vlerës së borxheve renditen bashkitë Vlorë, Shkodër, Korçë dhe Has. Bashkitë që tregojnë përgjegjshmëri në drejtim të shlyerjes së detyrimeve, si dhe mirë menaxhimit financiar, përfitojnë më shumë nga granti i performancës. Operatori i sistemit të shpërndarjes planifikon të investojë në 5 vite mbi 48 miliard lekë. Ky është një nga programet më të mëdha të investimeve në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike dhe synon rritjen e sigurisë së furnizimit, uljen e humbjeve dhe modernizimin teknik të infrastrukturës në të gjithë vendin. Operatori i sistemit të shpërndarjes ka dorëzuar për miratim pranentit rregullator të energjisë planin 5-vjeçar të investimeve për periudhën 2023-2027 me një vlerë totale prej mbi 48 miliard lekësh. Sipas dokumentit të depozituar, 42.4 miliard lekë janë investime nga fondet e vetë OSSH-s, ndërsa rreth 6 miliard lekë vijnë nga projektet me kapital të huaj, të mbështetura nga partner financiar si KFV, Bersh dhe Kooperacioni Italian. Ky është një nga programet më të mëdha të investimeve në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike dhe synon rritjen e sigurisë së furnizimit, uljen e humbjeve dhe modernizimin teknik të infrastrukturës në të gjithë vendin. Në krahasim me planin e mëparshëm të depozituar praneres, plani përditësuar i investimeve me fondet të vetë kompanisë është gati 50% më i lartë. Sipas relacionit shoqërues, OSSH synon rritjen e kapaciteteve të nënstacioneve ekzistuese, si dhe ndërtimin e nënstacioneve të reja për të përballuar rritjen e kërkesës dhe ngarkesës në rrjet. Pjesa më e madhe e investimeve do fokusohet në ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrjetit të tensionit të mesëm dhe të ulët, me 52.4% të fondeve të planifikuara të OSSH, ndërkohë që 33% e fondeve shkojnë për ndërtimin apo rikonstruksionin e linjave dhe nënstacioneve elektrike të tensionit të lartë. Një komponent tjetër kyç është modernizimi teknologjik kundër të tjera, përfshihen investimet në sistemin e matjes. Sa i përket investimeve me kapital të huaj, për periudhën 2023-2027 janë planifikuar projekte me vlerë rreth 6 miliard lekë, përfshirë zgjerimin e sistemit SCADA, rikonstruksionin e nënstacioneve 110 kV në rajonet Tiranë-Durrës dhe ndërtimin e nënstacionit të Kamzës. OSSH thekson se plani 5-vjeçar është strategjik për zhvillimin e sektorit të shpërndarjes, duke mbështetur objektivat kombëtare për sigurinë e furnizimit, digitalizimin e rrjetit dhe përgatitjen për integrimin më të thellë në tregjet rajonale të energjisë. Enti Regulatori i Energjisë ka nisur procedurat për ndryshimin e rregullores që përcakton standardet e cilësisë së furnizimit dhe sigurisë në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike. Në draft propozimin e ri, disa prej treguesve kryesor pësojnë ndryshime të ndjeshme. Enti Regulatori i Energjisë ka nisur procedurat për ndryshimin e rregullores që përcakton standardet e cilësisë së furnizimit dhe sigurisë në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike. Vendimi vjen pas kërkesës së Kuvendit dhe monitorimit të performancës së operatorit të sistemit të transmetimit gjatë viteve të fundit. Në draft propozimin e ri, disa prej treguesve kryesor pësojnë ndryshime të ndjeshme. Koha mesatare e ndërprerjes parashikohet ulet nga 35 minuta në 25.96 minuta, energjia e pafurnizuar nga 467 MWh në 365.99 MWh, ndërsa treguesi Saidi, që matko zgjatjen mesatare të ndërprerjeve për konsumator, pritet të ulet nga 100 minuta në 39.48 minuta. Ndërkohë, sipas propozimit, çdo 3 vjet ere do kryej një rishikim të plotë të standardeve në varësi të performancës së rrjetit dhe kërkesave ligjore. Rregulloria e re parashikon gjithashtu harmonizimin e niveleve të tensionit me kodin e transmetimit të miratuar në vitin 2022, duke i parafruar ato me standardet evropiane. Ere bën të ditur se monitorimet e kryera gjatë vitit 2024 dhe 9 mujorit të parë të vitit 2025 tregojnë një ulje të vazhdueshme të ndërprerjeve të furnizimit. Gjatë 3 mujorit të dytë të këtij viti, treguesi Saidi ra në 6.78 minuta, nga 18.19 minuta në të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Startupet në vend po marrin gjithnjë më shumë mbështetje, por sipas konsulentes Anida Bajraktari, shumica e fondeve dhe granteve vijojnë të jenë të përqendruara në Tiranë. Ajo thotë se grantet ndihmojnë në nisjen e projekteve, por mungesa e investimeve të mëdha e vështirëson zgjerimin e tyre jashtë tregut shqiptar. Ekosistemi startupeve në Shqipëri po një zhvillim, por sipas konsulentes së bizneseve Anida Bajraktari, qasja në financime dhe mundësi mbetet ende përshëndruar në kryeqytet. Ajo shprehet se edhe pse ka nisur të ketë më shumë projekte edhe në qytetet e mëdha të tjera, Tirana vazhdon të jetë qendra kryesore ku lëvizin fondet dhe ku zhvendosen vetë sipërmarrësit e rinj. Mendoj që ka ndryshuar pak kjo pjesa e shpërndarjes së programeve, granteve, financimeve dhe tashmë edhe shumë projekte po fokusohen dhe në qytetet të mëdha, siç mund të jenë Korça, që ka një hub inovacioni, mund të jetë Shkodra, Vlora, por që prap e gjithë veprimtaria, financimi dhe grantet janë shumë të përqendruara në Tiranë kryesisht. Kjo edhe sepse të gjithë ata që krijojnë startupe kanë lëvizur nga rrethet dhe janë zhvendosur në Tiranë. Përsa i përket financimit të startupeve, një nga mënyrat e zakonshme të viteve të fundit kanë qenë grantet nga donatorët dhe nga agjenci shtetërore. Grantet mendoj që janë shumë të mira për t'i dhënë atë hovin e parë biznesit, për të ndërtuar produktin apo për të lançuar shërbimet në treg, por që startupet nuk është mirë që të fokusohen vetëm te grantet, sepse na bën le të themi pak përtac edhe nuk përpiqemi aq shumë sa mund të ishte kur ne me forcat tona duam ta shtyjmë dhe të rrisim apo të zgjerojmë startupin ton. Bajraktari ndalet edhe te rëndësia e granteve për startupet, duke i konsideruar ato një nxitje të domosdoshme në fazën fillestare, por jo një zgjidhje të vetme, mbi të cilën duhet të mbështeten sipërmarrësit. Nga ana tjetër, nëse një startup shqiptar do që të lançohet edhe në vende tjera, pra të zgjerohet, të bëjë rritje, është e vështirë të gjejë investime në një treg të vogël siç është Shqipëria dhe akoma më e vështirë është kur ti ke një produkt që është lokal për tregun shqiptar apo për tregun rajonal, sepse ato që quhen VC, Venture Capital, zakonisht fokusohen shumë në produkte që mund të jenë globale, në mënyrë që edhe reachi, le të themi, ose targeti që startupi ka është më i madh, rrjedhimisht fitimet janë më të mëdha dhe kthimi mbi investimin e atij investitori është edhe më i madh. Është e vështirë, nuk kemi as një legjislacion apo kuadër ligjor që rregullon pjesën e venture capitalist për Shqipërinë, po edhe për rajonin. Sipas saj, vështirësitë rriten sidomos kur një startup shqiptar synon tregun ndërkombëtar, pasi investimet e huaja janë të kufizuara për projekte që fokusohen vetëm në tregun lokal. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës regjistroi rekord të pasagjerëve duke arritur në muajin tetor mbi 1.048.000. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës po e konsolidon më tej pozicionin si një nga nyjet më të rëndësishme ajrore në rajon, duke ritheksuar rritjen e qëndrueshme të trafikut ajror drejt dhe nga Shqipëria. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës regjistroi një rritje të ndjeshme të pasagjerëve gjatë 2025-s, duke arritur një rekord në muajin tetor me 1.048.706 pasagjerë. Kjo rritje lidhet si me fluksin turistik, ashtu edhe me zgjerimin e lidhjeve ajrore. Sipas Aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, gjatë muajit tetor 2025 janë realizuar 6.168 fluturime, me një rrjet prej 83 destinacionesh, 27 linjash ajrore dhe lidhje me 25 shtete. TIA po ofron më shumë zgjedhje për pasagjerët shqiptar, duke forcuar lidhjet e Shqipërisë me Europën. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës po e konsolidon më tej pozicionin si një nga nyjet më të rëndësishme ajrore në rajon, duke ritheksuar rritjen e qëndrueshme të trafikut ajror drejt dhe nga Shqipëria. Sipas të dhënave zyrtare, qytetet italiane vijojnë të mbeten në listën e të preferuarve për udhëtarët shqiptar, sidomos Milano, Roma dhe Bologna.
Përveç tyre, një volum i madh pasagjerësh është regjistruar edhe drejt Londrës dhe Vienës. Tia mbetet porta kryesore e udhëtimeve për shqiptarët dhe vizitorët që zgjedhin të fluturojnë nga Tirana. Gjithashtu aeroporti ndërkombëtar i Tiranës po investon në digitalizim dhe përmirësim të përvojës së udhëtarëve përmes portave elektronike për kontrolle kufitare më të shpejta, skanerëve të avancuar të sigurisë, zgjerimit të parkimit me mbi 1900 vende dhe një strukturë shumë mëkatëshe, përdimit me karta digjitale, duke shmangur pritjet në sportele. Këto masa kanë rritur ndjeshëm efikasitetin dhe kanë krijuar një përvojë më të lehtë dhe më të shpejtë për pasagjerët. Shqipëria dhe Kosova kryesojnë Evropën me numrin më të lartë të anëtarëve të një familje. Përbërja mesatare e një familje shqiptare në vitin 2024 vlerësoi në 3.2 anëtarë, ndërsa në vendet e Bashkimit Evropian kishte mesatarisht 2.3 persona për familje. Sipas të dhënave të Eurostat, në BE kishte mesatarisht 2.3 persona për familje dhe në vitin 2024, sipas shifrave. Shqipëria dhe Kosova duket se kryesojnë Europën me numrin më të lartë të anëtarëve të një familje, sipas shifrave të Institutit të Statistikave dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Përbërja mesatare e një familje shqiptare në vitin 2024 vlerësoi në 3.2 anëtarë në vendin tonë dhe në 4.5 anëtarë në Kosovë. Ndër vendet e BE-s pas Shqipërisë ky numër varionte nga 3.1 persona në Turqi dhe Slovaki, 2.9 në Poloni, 2.7 në Kroaci dhe Irlandë, deri në 2 persona në Gjermani, Danimark dhe Suedi. Vendet me numrin më të ulët ishin Finlanda dhe Lituania me 1.9 persona secili shtet. Pra nga kryesimi të dhënave mes Eurostat dhe Instat del se për vitin 2024 Shqipëria dhe Kosova ka familjen më të madhe mes vendeve të Europës. Por çfarë rëndësie ekonomike ka madhësia e familjes? Së pari, familjet e mëdha priren të kenë shpenzime më të larta për ushqim, arsim dhe shërbime të tjera, duke kontribuar në rritjen e konsumit të brendshëm. Së dyti, në shumë raste anëtarët e familjeve të mëdha ndihmojnë njëri tjetrin financiarisht duke krijuar një rrjet mbështetje që mund të zvogëlojë varfërinë dhe të përmirësojë stabilitetin ekonomik në familje, duke përfshirë këtu edhe remitancat. Së treti, familjet e mëdha shpesh kanë më shumë anëtarë që mund të kontribuojnë në fuqinë punëtore duke ndihmuar në rritjen e produktivitetit dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Rastet me HIV/AIDS shënuan një rritje të lehtë këtë vit, ndërsa mjekët apelojnë për testim të hershëm, sidomos tek të rinj, të grupet në risk dhe gratë shtatzëna. Trajtimi ofrohet, por pacientët përballen me kosto indirekte dhe analiza private, ndërsa financimi për këtë sëmundje vdekjeprurse nuk shfaqet si zë i veçuar në buxhet. 1 dhjetori është dita botërore e luftës kundër HIV/AIDS, me synimin për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të nxitur testimin e hershëm. Mjekja infeksioniste Esmeralda Meta thot se më të prekurit nga kjo sëmundje janë grup moshat mbi 14 vjeç, ndërsa mesazhi kryesor mbetet testimi, veçanërisht tek të rinjt dhe grupet në risk. Në shërbimin tonë trajtojnë adultët, grup moshat mbi 14 vjeç. Ajo që ne vëmë re është që është popullata aktive më shumë predominuese me këtë sindrom. Mesazhi i rëndësishëm është testimi, skrimimi i moshave të reja dhe i grupeve në risk. Që do të thotë, ofrimi i testimit të HIV-it në Shqipëri është kudo, është në spitale, është në njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, skrimimi i grave shtatzëna për evidentimin e hershëm, trajtimin dhe parandalimin e transmetimit. Këshillimi me mjekun specialist në çdo moment. Në shërbimin tonë ofrohet konsulenca me psikologët edhe punonësit social, sepse nuk është problem individual, ai është problem familjar, është problem social që kërkon jo vetëm trajtimin medikamentos, por kërkon dhe suportin psikologjik, kërkon dhe suportin social. Është shumë e rëndësishme për moshat e reja dhe grupet në risk depistimi. Deri tani ende nuk ka një vaksin që ta parandalojë. Ajo që ne kemi në dorë është konsultimi me mjekët specialist për profilaksin para ose pas ekspozimit. Për vitin 2025, numri i rasteve të evidentuara është 98 meshkuj dhe 27 femra, duke e çuar totalin në 125 të prekur, ndërsa në vitin 2024 u regjistruan 119 infektuar, prej të cilëve 30 femra dhe 89 meshkuj. Këto shifra tregojnë një rritje të lehtë të rasteve për 2025-ën. Pacientët mund të marrin trajtim falas në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, por centralizimi i shërbimit shton kosto indirekte për ta, si udhëtimi, koha dhe shpenzime të tjera të lidhura me ndjekjen e vazhdueshme. Ndërkaq, analizat në klinikat private
variojnë nga 2.000 deri në 3.500 lek nëse testohet vetëm HIV, ndërsa nëse ka dyshime për sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme dhe shtohen panele të tjera, kostoja shkon mbi 10.000 lek. Në aspektin ekonomik, në buxhet nuk shfaqet një fond i veçuar posaçërisht për HIV-in, ndërsa në tabelën e projekteve të investimeve del vetëm një financim i huaj, bëhet fjalë për grantin e Global Fund, i administruar nga Pew Global Fund, pra njësia që zbaton dhe menaxhon projektin. Për vitin 2026, parashikimi buxhetor në këtë fond është 200 milion lek, pavarësisht se HIV/AIDS nuk shfaqet si zë i veçuar në buxhetin e vitit 2026, financimi për trajtimin dhe ndjekjen e pacientëve realisht përfshihet në linjat e përgjithshme të shërbimeve spitalore dhe të kujdesit buxhetor, si dhe në zërat e barnave dhe materialeve laboratorike. Do të ndalemi me zhvillimet nga rajoni. Në Maqedoninë e Veriut ka nisur funksionimin testues sistemi Safe City, fillimisht në qytetin e Shkupit dhe komunat e Tetovës dhe Kumanovës. Pas kësaj periudhe mendohet që ky projekt të nisë normalisht 1 janar 2026 dhe në të gjithë vendin nga mesi i vitit të ardhshëm. Nga dita e sotme në Maqedoninë e Veriut nis funksionimin sistemi Safe City, fillimisht në qytetin e Shkupit, komunat e Tetovës dhe Kumanovës, ndërsa në të gjithë vendin pritet që të vihet në funksion deri në mesin e 2026-s. Gjatë muajit dhjetor, sistemi Safe City do të ketë periudhën testuese, ku do të informojnë qytetarët dhe të gjithë drejtuesit automjeteve për shkeljet që do të kryejnë. Pas kësaj periudhe mendohet që ky projekt të nisë normalisht më 1 janar 2026. Gjatë periudhës së testimit, drejtuesit automjeteve do të marrin vetëm paralajmërime pa gjop. Çdo pronar automjeti, shkelja e të cilit dokumentohet, do të marrë njoftimin me SMS dhe email me një link ku mund të shkarkojë raportin dhe urdhrin e pagesës. Nga momenti i marrjes ka një afat prej 8 ditësh për të paguar gjysmën e gjobës. Pas kalimit të këtij afati, vlera monetare duhet të paguhet e plot brenda 8 ditëve të ardhshme, përpara se të fillojë procedura e mbledhjes me forcë. Gjobat mund të paguhen edhe elektronikisht dhe sistemi do të njoftojë menjëherë Ministrinë e Brendshme se gjoba është paguar. Ekonomia turke u rrit me 3.7% në 3 mujorin e tretë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, treguan të dhënat zyrtare. Ndikimi negativ në aktivitetin ekonomik erdhi nga sektori i bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit që u tkur me 12.7%, ndërkohë aktiviteti i sektorit të ndërtimit u rrit me 13.9%. Ekonomia turke u rrit me 3.7% në 3 mujorin e tretë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, treguan të dhënat zyrtare, duke ngadalësuar ritmin e zgjerimit, ndërsa aktiviteti bujqësor përsoi rënje. Politika monetare e shtrënguar dhe një ngadalësim i kërkesës ndikuan gjithashtu në këtë ecuri. Prodhimi i brendshëm bruto i 3 mujorit të tretë u rrit me 1.1% krahasuar me 3 mujorin paraardhës, në bazë të rregulluar sezonalisht dhe kalendarik, treguan të dhënat nga Instituti i Statistikave Turke Turkstat. Ndikimi negativ në aktivitetin ekonomik në 3 mujorin korrik tetor erdhi nga sektori i bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit, që u tkur me 12.7%. Ndërkohë aktiviteti i sektorit të ndërtimit u rrit me 13.9%. Në një sondazh të Reuters, ekonomia parashikoi të rritej në bazë vjetore me 4.2%. Ne parashikojmë që rritja do të mbetet e moderuar në 3 mujorin e fundit dhe do ta tejkalojë pak programin afatmesëm në vitin 2025, deklaroi ministri i Financave Mehmet Shimshek. Në program parashikimi i rritjes së qeverisë për vitin 2025 është 3.3%. Kushtet financiare më të favorshme dhe një mjedis global mbështetës pritet të nxisin një aktivitet më të fortë ekonomik në vitin 2026 krahasuar me këtë vit, shtoi Shimshek. Në dhjetor të vitit të kaluar, Banka Qendrore filloi të ulë normat e interesit pasi i kishte mbajtur të pandryshuar për 8 muaj, që nga korriku Banka Qendrore i ka ulur normat me 650 pikë bazë në 39.5%. Inflacioni ka rënë në rreth 33% nga 75% që ishte në maj të vitit të kaluar. Rritje prej 10.73 miliardë euro pritet të regjistrohet në të ardhurat tatimore në Greqi gjatë 4 viteve të ardhshme. Rritja i atribuohet shtimit të ardhurave, uljes së pamundësisë, rritjes së rentabilitetit të biznesit, por edhe inflacionit, uljes së evazionit fiskal dhe turizmit që po zgjerojnë arkëtimet nga TVSH.
Një rritje prej 10.73 miliardë eurosh pritet të regjistrohet në të ardhurat tatimore në Greqi gjatë 4 viteve të ardhshme, duke arritur në 82 miliardë euro në vitin 2029. Sipas kornizës financiare shumëvjeçare 2026-2029, të ardhurat nga taksat nga 71.146 miliardë euro në vitin 2025 do të rriten në 73.645 miliardë në vitin 2026, në 75.463 miliardë në vitin 2027, në 78.881 miliardë në vitin 2028 dhe në 81.880 miliardë euro në vitin 2029. Kjo do të thotë që familjet dhe bizneset, pavarësisht paketës së uljes së taksave dhe subvencioneve që tashmë është duke u zbatuar, do të kërkohet të paguajnë 10.7 miliardë euro më shumë në taksa. Rritja atribuohet shtimit të ardhurave, uljes së papunësisë, rritjes së rentabilitetit të biznesit, por edhe inflacionit, uljes së evazionit fiskal dhe turizmit që po zgjerojnë arkëtimet nga TVSH-ja. Tatimi mbi të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat nga 26.8 miliardë euro në vitin 2025 rriten në 32.7 miliardë në vitin 2029. Rritja me 6 miliardë euro është për shkak të zgjerimit të aktivitetit ekonomik dhe përmirësimit të mekanizmave të mbledhjes. Tatimi mbi të ardhurat personale rritet nga 15.889 miliardë euro në vitin 2024 në 18.599 miliardë euro në vitin 2029, duke shënuar një rritje prej 17%. Tatimi mbi të ardhurat e korporatave rritet nga 7.9 miliardë euro në vitin 2025 dhe 11.2 miliardë euro në vitin 2029, duke shënuar një kërcim prej 41.7%. TVSH-ja dhe akcizat mbeten burimet më të forta të ardhurave tatimore, duke u rritur nga 39.214 miliardë në vitin 2025 në 43.6 miliardë euro në vitin 2029. Vetëm TVSH-ja arri nga 27.625 miliardë në 31.4 miliardë euro. Akcizat janë të qëndrueshme midis 7.4 dhe 7.6 miliardë euro në vit. Taksat e rregullta mbi pasuritë e paluajtshme tregojnë një rënje të lehtë nga 2.41 miliardë në vitin 2025 në 2.26 miliardë euro në vitin 2029. Ndërhyrjet fiskale, uljet e taksave dhe masat mbështetëse do të arrijnë në total nga 5.94 miliardë euro në vitin 2026 në 10.1 miliardë euro në vitin 2029. Në qendër janë ndryshimet në shkallën e taksave, të cilat do të aktivizohen nga 1 janar 2026, duke sjellë lehtësime tatimore për ata me të ardhura vjetore mbi 10.000 euro, ku më shumë përfitojnë taksa paguesit me fëmijë, ata me të ardhura mesatare dhe të rinjt deri në 30 vjeç. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Parlamenti gjerman miratoi buxhetin për vitin e ardhshëm, ku parashikohen më pak fonde për ndihmat për zhvillim. Pjesa më e madhe e fondeve do të shkojë për sektorin e punës dhe të çështjeve sociale, sidomos për pensionet. Parlamenti gjerman miratoi buxhetin për vitin e ardhshëm, ku parashikohen më pak fonde për ndihmat për zhvillim. Dokumenti u miratua me votat e koalicionit qeverisës, konservatorëve, CDU, CSU dhe socialdemokratëve. Në buxhetin bazë parashikohen shpenzime prej 524.5 miliardë euro. Kësaj shume ushtohen shpenzimet për fonde speciale për infrastrukturën dhe neutralitetin klimatik, si dhe për forcat e armatosura që do të financohen nga marrja kredive. Kështu borxhi i ri i Gjermanisë do të arrijë vitin e ardhshëm në mbi 180 miliardë euro. Ky është borxhi i dytë më i lartë në historinë e Republikës Federale të Gjermanisë. Ministri federal i financave Lars Klingbeil tha se ky buxhet parashikon edhe rekord investimesh. Pjesa më e madhe e buxhetit, rreth 197 miliardë euro, do të shkojnë në sektorin e punës dhe të çështjeve sociale, sidomos për pensionet. Në vendin e dytë për sa i përket financimeve renditet Ministria e Mbrojtjes, e cila do të marrë rreth 108 miliardë euro. Ky është buxheti më i lartë i Gjermanisë për mbrojtjen që nga koha e luftës së ftohtë. Një pjesë e madhe e parave do të shkojë për pajisje dhe municione ushtarake. Buxheti për Ministrinë e Bashkëpunimit për Zhvillim do të reduktohet në 10.06 miliardë euro, që është shuma më e vogël në buxhetin e përgjithshëm të vendit
vendit në 15 vitet të fundit. Ukrainës do të jepë në vitin 2026 ndihmë në vlerë prej 11.5 miliardë euro. Buxheti me investimet më të larta do të jetë ai i Ministrisë së Transporteve. Për investime të mëdha në rrugë, ura dhe hekurudha do të jepen 14 miliardë euro nga buxheti rregullt, si dhe 21 miliardë euro nga fondi special për infrastrukturën. Mosha mesatare e daljes në pension në vendet e OECD-s do të rritet sipas një raporti të fundit të kësaj organizate. Ky zhvillim lidhet ngushtë me plakjen e popullsisë që pritet të përshpejtohet gjatë 25 viteve të ardhshme. Mosha mesatare e daljes në pension në vendet e OECD-s do të rritet nga 63.9 dhe 64.7 vjeç, përkatësisht për gratë dhe burrat që dolën në pension në vitin 2024 në 65.9 dhe 66.4 vjeç për ata që filluan karrierën e tyre në vitin 2024. Bazuar në legjislacionin aktual, specifikon dokumenti, mosha normale e daljes në pension do të rritet në më shumë se gjysmën e vendeve të OECD-s, duke filluar nga 62 vjeç në Kolumbi për burrat, 57 për gratë, Luksemburg dhe Sloveni në 70 vjeç ose më të vjetër në Danimark, Estoni, Itali, Holland dhe Suedi. Plaka e popullsisë do të përshpejtohet gjatë 25 viteve të ardhshme. Në vendet e OECD-s, numri mesatar i personave të moshës 65 vjeç e lartë për çdo 100 persona të moshës 20 deri në 64 vjeç pritet të rritet nga 33 në vitin 2025 në 52 në vitin 2050 krahasuar me 22 në vitin 2000. Rritja pritet të jetë veçanërisht e fortë në Kore, duke përfaqësuar pothuajse 50 pikë përqindje, por edhe në Spanjë, Greqi, Itali, Poloni dhe Republikën Slovake, ku pritet të arrijë mbi 25 pikë përqindje. Popullsia që punon 20 deri në 64 vjeç pritet të bjerë me më shumë se 30% gjatë 4 dekadave të ardhshme në Spanjë, Estoni, Greqi, Japoni dhe Republikën Slovake, me më shumë se 35% në Kore, Itali, Letoni, Lituani dhe Poloni. Një harmonizim i plot i kërkesave të moshës për pension të parakohshëm midis burrave dhe grave do të ndihmonte në uljen e sasisë së PPG-s. PPG është diferenca në përqindje me të ardhurat mesatare të pensioneve midis burrave dhe grave, pa marrë parasysh karakteristikat individuale si mosha dhe arsimi. Nga ana tjetër, Franca synon që pensionistët nga vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët aktualisht përfitojnë nga sistemi publik i kujdesit shëndetësor, të fillojnë të paguajnë për të. Ligjvënësit nuk e kanë përcaktuar shumën e kontributit, pasi do t'i takojë qeverisë ta bëjë këtë në një periudhë të dytë. Pensionistët e huaj të cilët të ndërrojnë të kalojnë pensionin e tyre në diell në Riverën franceze, mund të duhet të rishqyrtojnë planet në kujdesin shëndetësor falas që hiqet. Franca dëshiron që pensionistët nga vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët aktualisht përfitojnë nga sistemi publik i kujdesit shëndetësor, të fillojnë të paguajnë për të. Është një veprim që do të prekte veçanërisht pensionistët amerikanë, të cilët janë dyndur në një nga shtetet më bujar të mirëqenies sociale të Europës, jo vetëm për ushqimin, peizazhin dhe kulturën e tij, por edhe në disa raste për kujdesin shëndetësor falas të klasit botror. Sipas ligjit francez, qytetarët nga jashtë Bashkimit Evropian që kanë një vizë afatgjatë dhe mund të provojnë se kanë të ardhurat të mjaftueshme nga pensioni ose kapitali, më shumë se 23.000 euro në vit, si dhe sigurim privat të kujdesit shëndetësor, pas 3 muajsh mund të marrin një kartë vitale, e cila u jep atyre akses falas në kujdesin shëndetësor publik. Në atë pikë ata mund të anulojnë sigurimin e tyre të mëparshëm privat shëndetësor dhe të përfitojnë nga i francez. Është bërë një zgjedhje popullore për pensionistët amerikanë vitet e fundit, por shumica e ligjvënësve francez duan të japin fund kësaj situate dhe t'i bëjnë ata të paguajnë një kontribut minimal. Franca dëshiron që pensionistët jo anëtar të Bashkimit Evropian, të cilët aktualisht përfitojnë nga sistemi kujdesit shëndetësor publik, të fillojnë të paguajnë për të. Kjo ide tashmë është miratuar në parim këtë muaj gjatë diskutimeve buxhetore dhe mund të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm, pasi qeveria e ka mbështetur gjithashtu atë. Sipas versionit të fundit të propozimit, vetëm qytetarët nga vendet jashtë Bashkimit Evropian që nuk paguajnë taksa ose nuk kontribuojnë në programe të tjera të mirëqenies në Francë, do të detyrohen të paguajnë kontributin e ri minimal. Ligjvënësit nuk e kanë përcaktuar shumën e kontributit, pasi do t'i takojë qeverisë ta bëjë këtë më vonë. Sipas ekspertëve, vlera mund të ndryshojë në varësi të nivelit të mbulimit të kujdesit shëndetësor, por do të jetë akoma më e lirë se sigurimi privat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kushton rreth 300 deri 500 euro në muaj.
Debati vjen ndërsa Franca po përpiqet të ulë shpenzimin dhe të ulë deficitin e saj buxhetor në 5% të prodhimit të brendshëm bruto vitin e ardhshëm. Me një referendum popullor, Zvicra të dielën hodhi poshtë me shumicë dërmuese një taks të propozuar prej 50% mbi pasuritë e trashëguara prej 50 milion franga ose më shumë. Zvicra është një nga qendrat kryesore të menaxhimit të pasurisë në botë dhe rreth 2500 taksa pagues kanë asete mbi 50 milion franga. Zvicra të dielën hodhi poshtë me shumicë dërmuese një taks të propozuar prej 50% mbi pasuritë e trashëguara prej 50 milion franga e sipër, me 78% të votave kundër planit, një rezultat që madje tejkaloi kundërshtimin e 2/3 të treguar në sondazhe. Në Zvicër ndodhen disa prej qyteteve më të shtrenjta në botë dhe ankthi për koston e jetesës ka fituar vlerë në politikën lokale. Propozimi nga krau urinor i socialdemokratëve të majt synonte të financonte projekte për të zvogluar ndikimin e ndryshimeve klimatike. Super të pasurit trashëgojnë miliarda, ne trashëgojmë kriza, argumentuan ata. Kritikat e iniciativës thanë se kjo mund të shkaktojë një eksod të njerëzve të pasur nga Zvicra, duke ulur të ardhurat e përgjithshme tatimore, ndërsa qeveria zvicerane u bëri thirrje votuesve ta refuzonin atë. Menjëherë pas referendumit, një miliarder i shquar zviceran ka bërë thirrje për taksime të larta të pasurve. Alfred Gantner, bashkëthemelues i firmës së kapitalit privat Partners Group, tha se përqendrimi në rritje i pasurisë ishte një problem global. Nuk mund të ndodhë që disa njerëz në këtë vend të kenë pasuri të mëdha dhe të tjerë të mos e dinë se si do të paguajnë sigurimin shëndetësor dhe qeran, citohet Gantner. Sipas tij, nëse nuk bëhet asgjë për të adresuar problemin, atëherë Elon Musk, Mark Zuckerberg e të tjerë do të grumbullojnë shumë më tepër para në 20 vite të ardhshme. Zvicra është nga qendrat kryesore të menaxhimit të pasurisë në botë dhe rreth 2500 taksa pagues në vend kanë asete me vlerë më shumë se 50 milion franga, sipas autoriteteve tatimore zvicerane. Gantner, i cili po nxit që Zvicra të refuzojë një marrëveshje që do të thellojë lidhjet e saj ekonomike me Bashkimin Evropian, shfaqet në numrin 1045 në listën e miliarderëve të Forbes për vitin 2025 me një pasuri neto të vlerësuar prej 3.5 miliard dollar. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.